Besoj që janë dy tema tjera që japin që do ta përcaktojnë kohën, a do të futim në një paralizë edhe një krizë të re kushtetuese e institucionale, apo do të shkohet në drejtim të krijimit të institucioneve. Cili do të jetë qëndrimi i lëvizjes dhe vendosjes në raport me nënkryetarin e pakicave. Kjo është, unë besoj, tema kryesore politike deri më tani, do të thotë nga ajo që ndëgjova, ish kryeparlamentarin detyrë shprehu kritikën e tij ndaj vendimit, ndaj gjykimit të gjykatës kushtetuese. Mimoza Kusari po ashtu deklaroi që me sa di unë si subjekt politik nuk kanë vota për kandidatin e listës serbe. Dhe në këtë drejtim kjo unë mendoj do të jetë hallka kryesore ku do të përcaktohet, a do të vazhdohet me bllokat tashmë për pozitën e një pozitë thjesht të parëndësishme politike e institucionale, por për të shfryzuar si pretekst politik, apo nëse lëvizja vetvendosje mund të përdorë një strategji tjetër. Po se çështja e para konstituimi i kuvendit. Konstituimi i kuvendit, pa emrimin. Unë ndërlidha me ambientin politik, sa është i parashikueshëm për çështjen e. Tashmë është e qartë situata. Situata sipas gjykimit gjykatës kushtetuese, ajo poziti takon përfaqësuesit nga fituesi i zgjedhjeve në komunitetin serb. Nuk mundet nënkryetari i kuvendit nga komuniteti serb të emërohet nga shumica shqiptare. Kjo është e mbyllur. Dhe ne e kemi ditur pak a shumë. Tash po të hyjmë në gjenealogjinë në arkivat e emisioneve që kemi diskutuar, vetëm se nuk e kemi lejuar vetit luksin ta themi në mënyrë kategorike këtë gjë, sepse është gjykata kushtetuese ajo instanca finale e cila i verifikon apo i hudh poshtë pretendimet të këtilla. Dhe a do të tash shtrohet, janë dy dilema, do të thotë si do të sillet lëvizja vetvendosje në raport me këtë, ose do ta rikthej votimin në pakot për sa i përket votimit nënkryetarëve për minoritete, ose do ta vazhdoj bllokadën e saj, do thotë, për të mos e njohur këtë gjykim të gjykatës kushtetuese, për ta mbajtur peng konstituimin e organit, për ta mbajtur peng konstituimin e kuvendit, sepse pa zgjedhjen e të gjithë anëtarëve të kryesisë nuk ka konstituim të kuvendit. Është e thënë qartë tash kjo gjë. A është animoziteti, kjo qeveri e Zotit Kurti vendosi ta vënë zbatim një gjykim gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, po. Dhe të mos e zbatoj një gjykim tjetër ta zëm për një pozicion periferik, më beso, është që asnjëherë nuk ka qenë temë politike, por jo që kohën e fundit nuk është si ka krijuar pak profite lëvizjes vetvendosjes, profite elektorale. Në sytë e publikut, si të arsituot një zbatim gjykimit gjykatës kushtetuese më herët, ku qeveria Kurti vendosi ta vënë zbatim për manastirin e Deçanit në nënpritje që mbase Kosova do të lëvizë edhe në integrime shpejte e tjera, dhe të mos e vënë zbatim një gjykim tjetër një drejt kushtetuese e rikonfirmuar tash dhe me këtë gjykim. Ndërsa ajo mund, sepse edhe ato mund përdoret që ju është lënë trashëgim nga regjimet e kaluara. Po, e zbatoi, pajtuona që e zbatoi, ndërkohë këtu për me dëshmu veten si subjekt që po e bën, për me dëshmu veten si subjekt që po e bën pamundur, jo që ka diçka personale kundër kandidatit të listës serbe, po kundër instrumentalizimit të këtij subjekti politik nga Beogradi për t'ia penguar vendimarrjen politike në institucionet qendrore. Kjo mund të jetë pak a shumë arsyetimi politik dhe publik, dhe i cili mos harroni nuk është që nuk i ka krijuar pak profite elektorale lëvizjes vetvendosje. Është njëra prej temave, nuk është kryesorja, por ne duhet në këtë mozaikun e madh, do thotë, të cilat kanë ndikuar, edhe kjo është njëra prej temave me cilën ky subjekt politik e ka diktuar agjendën elektorale në Kosovë, duke i detyruar edhe subjekte tjera parlamentare që t'i nështrohen plotësisht kësaj agjende, dhe duke i sfiduar ato, do thotë, përballë një dileme false, a je me shtetin e Kosovës apo je me listën serbe. Kjo është njëra prej kauzave që mund të përdoret që të mbahet i bllokuar kuvendi, dhe në rast këtij skenari apokaliptik që unë do ta quaja, ne e thamë që me 5 mars s'ka dënë edhe afati i presidentes, atëherë nuk do të kishim asnjë institucion më në Republikën e Kosovës me përjashtim të një qeverie në detyrë.